sot nuk ka më justifikim. Po, tani topi është në fushën gri, po. Absolutisht, dhe ne, një nga pritshmëritë e kësaj betejë është kjo. Për të mos thënë kryesorja për mua, që të shohim çfarë ndryshon këtë rast. A është vërtet ashtu siç është thënë deri dje që një pjesë të fajit e kemi ne për mënyra dhe njerëzit me cilët jemi përfaqësuar, apo edhe kjo është thjesht një fluckë që Rama me metodat e tij do ta çpoj dhe do t'i tregoj edhe një herë shqiptarëve dhe gjithë botës që asgjë nga këto nuk është e vërtetë, është thjesht një mostër që thjesht manipulon, vjedh, grabit dhe shtrembron vullnetin e shqiptarëve në zgjedhje me të gjitha mënyrat. Pa, mund ndodhi dhe kjo natyrisht, që me mënyrat e ndryshme që përdoren sigurohet përsëri një fitore në Tiranë. Po dhe këtu pastaj duhet parë sa do jetë ajo fitore, se nëse që donë si fitore, pastaj prapë është një sinjal që... Jo, thash që nëse do të ketë një lëvizje të qytetarëve, pra është e dukshme, nuk mund të jetë e padukshme, një ndryshim i forcave në fushë, nga 11 maj deri tash, nëse do të ketë një dyndje, dhe Tirana e ka këtë mundësie, ka këtë hapësirë, sepse ndryshe nga zonat tjera më të vogla, nga zonat rurale, ku edhe paraja, edhe presioni, edhe format e tjera kanë më tepër influencë. Në Tiranë absolutisht kanë, sepse mos harrojmë që gjithë administrata është në Tiranë, dhe thash, sot në administrat mund të jenë 5% që nuk janë pjesë e patronazhistëve. Dhe ky është një faktor që absolutisht do ndikojë në zgjedhje dhe ka ndikuar. Por thash është pjesa e qytetarëve, ajo edhe një për them e ashtu quajtura pjesa gri që ka rastin të tregojë veten. Dhe sigurisht nëse do të ketë lëvizje në këtë drejtim, do të duket, do të jetë e dukshme, nuk mund të jetë e padukshme, sepse vetëm pak muaj na ndal nga 11 maj. Kështu që thash, kjo është, le të themi, pritshmëria më e madhe në aspektin politik të këtyre zgjedhjeve. Pastaj fiton, humbet, kjo është një gjë që unë nuk dua ta them dhe nuk mund ta them tash. A angazhohet, se ka dy të panjora kjo, e para është kjo, ky elektorati gri, e quajmë grine, po në fakt është elektorat që e ka votën e ndryshueshme, që e ndryshon votën, nuk është besnik i partive. A do ndjehet ky tani dhe të shtoj numrat? Nga ana tjetër është dhe çështja e njerëzve të partive, se njerëzit votuesit e partive janë mësuar me mënyrë tjetër organizimi me strukturat e tyre që shkojnë drejt një kandidatit të tyre. Se po të kujtoj një histori tani të kaluar, kur bëheshin protestat për rritjen e çmimeve në Mosgaboj, për shembull, ku pati aty kishte edhe shumë njerëz që vinin që ishin nga Partia Demokratike dhe të tjerë ishin njerëzit që ishin jashtë opozitës, por në oponencë që protestonin. Edhe ke thënë, se atëherë pate një replik të fortë me ata që flisnin. I quajte zëhollët të hiqni, unë nxeja atëherë me ty në fakt, po ti thua atë që mendon ashtu siç e mendon aty. Dhe herës tjetër që ndodhi protesta, nuk pati asnjë përpjekje për të hequr njëri nga mikrofoni. Kështu thjesht demokratët nuk shkuan në atë protestë, edhe aty u pa diferenca e madhe e numrave, që sa ishin të PD-s që nuk thoshin që jemi të PD-s, dhe sa ishin ata të tjerët, pastaj pjesa tjetër e grupit. Është një elektorat i madh ai i Partisë Demokratike, po shkon në zgjedhje njësoj siç shkon kur ka një kandidat vetin politik me strukturat e veta,